Plaku dhe ushtari. Një ditë, rrugës duke ecur një i moshuar, u rrëzua në rrugë dhe humbi vetëdijen. Të pranishmit shumë shpejt e thirrën ndihmën e shpejt, të cilin e morën dhe e dërguan shpejt në spital. Gjendja e tij nuk ishte as pak e mirë. Brenda disa qastesh, Plaku disa herë ju rikthente vetëdija dhe secilën herë përsëriste emrin e djalit të tij, të cilin e kërkonte dhe dëshironte ta shikonte. Personeli i spitalit filloi shpejt të hulumtonte rreth emrit të djalit të Plakut dhe vendodhjes së tij dhe në fund e gjetën atë. Ai ishte një personel ushtarak i cili punonte në ushtri, mirë po në ato momente ishte i vendosur në një vend të largët. Personeli i spitalit arriti që të sillte një ushtar, i cili në moshë ishte i ri dhe me trup të madh, dhe në pamje të parë dukej se ishte shumë i mërzitur. Kur hyri në spital i shoqëruar me një nga infermierët e spitalit, u drejtua drejt dhomës së Plakut. Infermierja ju afrua krevatit të Plakut, duke i thënë: "Xhaxha, o Xhaxha, të erdhi djali." Këto fjalë ja përsëriti disa herë, derisa Plaku i hapte me shumë mundime buzët për të folur. Mirëpo nuk kishte fuqi të nxirrte asnjë fjalë nga goja e tij. Plaku ndërkohë e shtriu dorën e tij të dobët e të djersitur dhe ja kapi dorën e madhe dhe të fortë të birit. Djali filloi menjëherë t'i flasë dhe t'i përsëris fjalë të bukura, të lutet për të dhe t'i rrëfej tregime. Plaku gjatë gjithë kohës e mbante për dorë të birin dhe nuk e lëshonte dhe buzëqeshja e kënaqur ja kaploi fytyrën edhe për skaj dhimbjeve që ai ndjente. Çdo herë kur ndihmës mjekja kërkonte nga i riu të pushonte pak dhe të kthehet në mëngjes përsëri, ai refuzonte. Mbeti ashtu tër natën, pa gjumë, i lodhur dhe pa ngrënë asgjë. Kur u afrua sabahu, Plaku e dorëzoi amanetin e tij, kurse dora e tij mbeti e kapur për dorën e të birit. I riu kur vëreti se ndërroi jetë, ja ktheu dorën në vendin e vet, e puthi në ballë dhe e luti Allahun që ta mëshironte, dhe pas shumë orëve ulje në një vend për herë të parë, u ngrit dhe shkoi t'ia jepte lajmin ndihmës mjekes. Ajo pasi u informua, filloi t'i kryej procedurat e duhura siç është tradit në këto raste. Kurse i riu për një çast doli deri në balkon që të thithte ajër të pastër. Pas disa minutave u kthye tek ndihmës mjekja dhe e pyeti: "Kush ishte Plaku që ndëroi jetë?" Ndihmës mjekja e habitur ju përgjigj: "Ishte babai yt." I riu ja ktheu: "Jo, nuk ishte babai im. Madje unë asnjëherë nuk e kam takuar në jetën time." Ndihmës mjekja e habitur i thot: "Po ti pse nuk tregove se nuk e njeh kur të dërgova tek shtrati i tij?" Tha: "E pash se bë të gabim, por pash në sytë e Plakut të cilat nuk shihnin gjë, se ai kishte nevojë për djalin e tij, dhe nuk kishte mundësi të dallonte se a jam unë i biri i tij apo jo. Dhe kështu vendosa të qëndroja me të dhe vazhdova të kujdesem dhe t'i flas, derisa Allahu ja mori shpirtin dhe ai ishte i bindur dhe i kënaqur se të birin e ka afër." Pas kësaj, ushtari u largua nga spitali dhe u nis për në vendin e vet. "O ju njerëz, bëni mirë për njerëzit në nevojë, dhe tek ti do të vijë mira nga nuk e mendon asnjëherë. Thot Allahu në Kur'an: "Ne njeriu ne kemi urdhëruar për sjellje të mira ndaj prindit të vet, sepse nëna e vet atë e barti me mund pas mundi, dhe pas 2 viteve ja ndau gjinin. E porositëm të jesh mirënjohës ndaj meje dhe ndaj 2 prindërve të tu, pse vetëm tek unë është kthimi juaj." Surja Luqman 14.